në zgjedhjen e papës së ri, dim që do të mblidhen mbi 180 kardinal, shumë prej tyre janë emëruar në detyrë gjatë këtyre 12 vjetëve të papatit të Franceskut, që janë, siç kemi dëgjuar nga komentatorët, njerëz sipas zemrës së tij, me bindje të ngjashme me të. Si mendon? E di që ky është një pyetje që ndoshta s'ka një përgjigje të saktë, por kjo frymë që Francesku solli ka gjasa të vazhdojnë me papën e ri, duke qenë që zgjidhet nga ky grumbull njerëzish që ndajnë vlera me të? Atëherë, duhet thënë në parim, një parim i përgjithshëm është ky që në jetën e kishës, po mendoj kjo ndodh gjithkund, po të paktën flas për jetën e kishës, çdo zgjedhje e re ka dy aspekte, ka aspektin e vazhdimësisë dhe aspektin e ndërprerjes. Ai që do të vijë sigurisht që ndoshta edhe për shkak të këtij konfigurimi të kolegjit të kardinalëve që ti the pak më parë, do të ketë një orientim drejt një personi i cili është afër për shpirtërisë së Papa Franceskut, por nuk mund të harrojmë asnjëherë që ai që do vi është një tjetër, nuk është më Jorge Bergoglio, është një tjetër që ka historinë e tij, ka jetën e tij, ka backgroundin e tij, ka vizionin e tij dhe sigurisht do të mundohet që këtë vizion të tij, këtë originalitet të tij ta përshtas me objektivitetin e jetës së kishës, e cila do të vazhdojë përpara pavarësisht nga papët që vinë në krye të kishës. Pra, gjithmonë duhen parë këto dy gjëra, qoftë vazhdimësia, qoftë edhe ndërprerja, që pra disa gjëra do të vazhdojnë, disa gjëra mund të mos vazhdojnë, sepse edhe konteksti ndryshon, edhe kohët ndryshojnë, edhe personat ndryshojnë. Cili mendoni që ka qenë ndryshimi thelbësor që ka sjell Papa Francesku në këtë botë? Që mund të qenë dhe trashëgiminë e tij, nëse mund ta themi kështu. Këtë do ta shohim se si do të jetë, se sa ka ndikuar në thellësi, se sa ka deportuar në thellësi magjisteri Papa Franceskut në këto vite, në këto 12 vite, por unë mendoj se paktën për sa i përket kishës, nuk do të jetë më e njëjta gjë në kuptimin që kisha është hapur shumë edhe ndaj nevojave më konkrete të njerëzve të botës së sotshme. Unë shpresoj shumë që gjestet e tij, këmbgulja e tij në vllazërinë midis njerëzve, mos harrojmë në nënshkrimin e një dokumenti shumë të rëndësishëm për vllazërinë e gjithëmbarshme në Abu Dhabi bashkë me myftiun e madh të Egjiptit, por edhe gjestet e tjera, vizitat e tij në lindjen e mesme dhe në Azi, që bota në një farë mënyrë të shqendërzohet pak nga fakti Amerikë e Veriut, Europë. Nuk jemi qendra e botës, edhe pse Europa dhe Amerika i kanë dhënë shumë botës, por nuk jemi qendra e botës. Ka botë edhe për te Europës dhe për te Shteteve Bashkuara të Amerikës. Kështu që unë shpresoj që Papa Francesku të ketë ndikuar shumë në këtë gjë. Absolutisht, e ka hapur atë. E në fund, Dom Gjergj, di që duhet shkosh ka tunde për të kaptuar edhe mesha për të mbajtur sot dhe detyra e Zotit të thret. Mos na nxjerr gjithë programin në wake up. Vetëm do të pyesja këtë. Papa Francesku edhe ditën e fundit në ditën e Pashkës foli për armpushim, edhe foli për paqe, foli për çarmatim. Gjithmonë ka qenë një zë kritik edhe ndaj Shtetet Bashkuara të Amerikës së Fundmi, edhe ndaj Bashkimit Evropian për trajtimin që u bën emigrantëve dhe ndaj lakmisë së madhe dhe rendjes mbas lekut që ai e ka quajtur si një nga mëkatet kryesore që po e shkatron botën kjo lakmi e papar. Doja të pyesja, ky rol pra që ai i rezervon kishës, që kisha ka patur, po ndonjëherë mungon për institucionet fetare, për organizimet fetare që të kenë një zë në zhvillimet shoqërore, qoftë edhe këtu në Shqipëri. Dëgjuam edhe i Peshvin në Shkodër para ca ditësh që të bënte një kritik. Pra më fol për këtë, për rolin që kisha ka në rregullimin e marrëdhënieve shoqërore në secilin prej vendet tona. Po, në atë parë, du them që misioni një pape, sigurisht edhe misioni i kishës, është misioni i fjalës së Zotit. Pra, duhet të përçojë fjalën e Zotit, të përçojë ungjillin, të përçojë fjalën që jep jetë. Në këtë pikë do të thoja që ajo nuk është një fjalë abstrakte, por është një fjalë që ka të bëjë me jetën e njerëzve konkretisht dhe me problemet e tyre konkrete.
Mendoj që kisha në Shqipëri shpeshherë e ka thënë fjalën e saj, edhe vetë bashkë me kolegët e mi kemi qenë zë shpeshherë për probleme sociale, për probleme të ndryshme që kanë ndodhur në Shqipëri. A është bërë mjaft? Ndoshta jo, mund të bëhet edhe më shumë, mund të jemi edhe më të drejtë për drejtë, edhe më të themi kështu, më këmbgulës në disa gjëra. Papa Francesku na ka dhënë shembullin se ai kur ka pasur një bindje nuk e ka fshehur atë, qoftë edhe duke shkuar kundër fuqive të mëdha, sikurse për shembull tani që Bashkimi Evropian kërkon që të rrisë buxhetin për armatimin, Papa i tha jo, kjo nuk është rruga, sepse logjika e luftës dhe logjika ekonomike nuk mund të drejtojnë botën, por duhet të jetë një logjik tjetër që është dinjiteti i pamohueshëm dhe i panegocueshëm dhe i papërsëritshëm i personit njerëzor, i njerëzve që është mbi gjithçka tjetër. Mendoj që roli i kishës është ky. Zoti ndryshon zemrat e njerëzve dhe njerëzit duhet ndryshojnë jetën e njëri tjetrit. A do të kemi ne një delegacion, nuk e di, të përfaqësuar edhe nga kisha për ceremoninë martore të Papës? Ende nuk kemi detaje se kur do të zhvillohet, por besoj se dikush nga ne do të shkojë patjetër në Vatikan, patjetër. Shumë faleminderit Dom. Ishte kënaqësi që folëm. Si gjithmonë. Faleminderit juve, ditë të mbar. Punë të mbar.